Ministri në detyrë infrastrukturës Hysen Durmishi ka njoftuar se si pasojë e rreshjeve të mëdha të shiut dhe të borës në rrugën Prishtinë-Ferizaj ka grumbullim të ujit si pasojë e kyçeve ilegale në kanalet atmosferike për çka është bllokuar qarkullimi. Ekipet siç tha ai janë në terren duke punuar për shkarkimin e ujit dhe rruga pritet të hapet për qarkullim brenda ditës. Edhe në nënkalim në Mazget në drejtim të autostradës Durmishi potencoi se ka grumbullim të ujit si pasojë e bllokimit të kanalit atmosferik, derisa po punohet intensivisht në zhbllokimin e rrugës. Tutje shtoi se në autostradën Ibrahim Rogova ka rrëshitje të dhëut, ndërkaq në Slatin në rrugën Fush Kosovë Gjurgjic, ekipet janë duke ndërhyrë në sanimin emergjent dhe shumë shpejt pritet rikthimi i qarkullimit normal. E në rrugën Zhuhër Dragash, ministri në detyrë bëri me dije se ka lëvizje të trupit të rrugës ndaj qarkullimi po zhvillohet në një shiret.